Faleminderit shumë Renata Gjeraj. Shumë faleminderit Renata për sukseset tua edhe tash vazhdojmë me një tjetër yll apo star nga diaspora shqiptare. Ne kemi plot yje diasporën shqiptare, shoqër zotit që i kemi me karakter baba këtu edhe me marrë çmime me fitu. Realisht përveç ndeshjeve që ka pas amatere, i ka 7 ndeshje profesionale ku 8/7 i ka fitu. Edhe sonde e kemi për të folur jetën e tij, për karrierën e tij, për sukseset e tija dhe për një çmim që nuk ju ka dhënë, edhe pse i fituar. Është një boksier i cili ka fituar 7 ndeshje, është nga Deçani. Mos harrojmë cek se është prej Deçani, nuk është tigër, është luan. Kështu që ftojmë pa humbur kohë me duar trokitje. Kushtrim Tajrukaj! Kushtrim mirë se erdhe në Full Shqip Show. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Kushtrim mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi, duam të flasim me ty pak për jetën tonë artistike, më fal, të sportit, art marcial, po edhe në fakt. Dhe ke fituar, ke fituar 7 ndeshje në boksin profesional. Po. Teme tani, po, 7 ndeshje, i kom 8 ndeshje. I ke 8. 8 nuk ke mujt me futë si të fitume. Po. Por, do të dalim edhe ajo pjesë. Përpara se të flasim, du me ditë pak biografinë tënde. Kush je nga Deçani, po, për shikuesit. Unë jam Kushtrim Tajrukaj, 26 vjeçar, jam nga Deçani. Boksin ja kom nisë në moshën 13 vjeçar. 13 vjeçar? Po, kam boksu amateur, edhe aty kam 12 ndeshje, 11 fitore. 12 ndeshje, 11 fitore në amateur? Po. Bravo. Pra, sa vjeçar ke qenë kur ke bërë ndeshjen e parë amateur? 13 vjeçar, 14 që 13-14, edhe e fitove? Edhe kam fituar. Cilën ndeshje ke humbë? Kam humbë ndeshjen e 5 tukun. 5-ën, me kë e pate? E kam pasur me një rus, edhe aty pak, ajo ndeshje ka qenë ndeshje humbse, po për mua ka luajtur një rol shumë të madh në karrierën time të vazhdueshme, sepse më ka mbushur shumë mand, se rundi i parë u kon e pata qitë në tokë, dhe aty psikikisht mendova e kreva. Domethënë tash veç pak me pikë, por ai u kon me ma provojë të madhe, dhe me poena, domethënë e ka fituar atë ndeshje, ku ju ka quar dora aty e kom vrejt se në këtë sport duhet nderin sekundin e mramët me a përkushtu. Ashtu, se ti e neglizhove pasaj? Po, do më thonë mas në rundin e parë... Mas i erzove njerë, qelshove njerë, pasaj ke thonë ti ajtë se e fitu me që ka kjo. Trenjat me treguan, mas rundi 2 me thanë Kushtrim, rundi parë ke yti, rundi 2 ke si barazim, rundin e 3 duesh edhe herë. Po mu ngull aqë në kry që e rundi parë që normal erzova, s'ka që ka mërë pojnë. Kujtove se ki fitu. Po. E tani në rundin e 2 të lëshoj ty? Jo. A si lëshoj në herë? Ja, shqyqër zoti, a mu me pojena, do më thonë, mu do kësë so ka mon kur gjo, adin e merë këna i pikë tu, po mu do kësë i gjak shqiptarë që e kemi so ka mon kur gjo në erzova, po ku mësim shumë i madhë për mu. A mu vetëm prej goditjeve që pas ka gjujtë më shumë, pas ka fituaj? Po, veç me pojena, do më thonë. Veç me pojena? Do më thonë, gjatë gjithë karrierës, vetëm një ndeshje. E ku mund, po. Vetëm një ndeshje, kurse të profesionalja asë një ndeshje s'ke humbër. Deri me tani... Të tetën si pas te i fitur, apo jo? Si pas me, si pas shikuzve që kanë qenë aty, si pas njerëzve që nuk kanë qenë aty, po e kanë po masandej meqin, jam me të vërtet fitus. Okej. Na trego pak për këtë ndeshje. Kjo kanë për titullin Gjermanis, apo? Po. Edhe kanë vendos barazi. Po, do me thonë, kundërshtari ka qenë po ashtu i pa mposhtur, ka pas 7 ndeshje, 7 fitore. Gjerman ai? Po, do me thonë edhe ai u kon brazilian, po rej edhe ai për Gjermani, si une, shqiptar që më rej për Gjermani, dhe e patëm vendos me bu një meq, me të vërtit, ai ka qenë 7-0, unë 7-0, cili të fiton... A është dikun regjia të lutem fotoja për cilën po flasim me Gjermanin? Që të nxjerrim këtu të jemi koherent edhe me audion edhe me... Sepse është shumë interesant, është një ndeshje
Është që A është kjo? Kjo ndeshje që Kushtrim? që A është kjo këtu? Po, kjo Po, ka qenë. brazilian. Brazilian që Po, ndeshjet si unë Për shqiptar. përfaqëson Bravo. ti ke Gjermani. përfaqësuar flamurin kombëtar apo? Jo, Gjermani. Gjermani ke përfaqësuar. Gjermani. Edhe ky ka përfaqësuar. Dytë. Të dy Gjermanin. Të dy Pra dy Gjermanin. Gjerman gjasme e jeni Për rrahur titull bashkë. Gjerman, po. Okej. E tashi me poena fitove dhe me pika apo pse ku është dyshimi i atyre që sa dhan çmimin? Ky meç ka ndodhur në thuaj aty në Ulm, në organizatimin e këtij bokserit, ku ky ka pas përparësi. Po para si mu nënshkru kontrata çdo sa ne u kon në plan edhe në bes që me shku qysh duhet me shku, do me thonë ai që është fitusi me marr meqin. Dhe këtë na me ekipin tim e kemi besu, por në fund nuk dole ashtu dhe pasuja tona ken barazim. E tash a keni vendos me përsërit këtë match dikun tjetër me një vend neutral për shembull? Për mu ka qenë me një herë në atë natë ka qenë një rematch një zgjidhje, po prej ekipit tyne nuk u ardhë në i njëjti mendim, pra ta e kum po që duhet me ja vazhdu që do t'jetë. Kanë dasht me mbrojt karrierën, mos me pas humbje ky, edhe Po, ti qysh thanë, po. hajta barazi. Sa fitore ka pas ky? Ky 7-0, do me thonë edhe ky ka qenë, Regjia Mausit lutem, edhe ky ka pasur 7 ndeshje në boksin profesionist dhe 7 fitore. 7 fitore edhe ky. Po edhe ky. Po thuaj se një lloj. Të dy jemi Të kund dy pa një lloj. mposhtur. E tani më duket për mos më e majt pas kanë vepruar si Zvicra neutral, mos me ta hu pas tyja sa ti po më duket apo jo. Po, kështu kam vepru. Por realisht nuk ka ti je qenë fitimtar fair. apo jo? Unë besoj 100% që kam qenë fitues. A janë ku? Po, jemi munduar të ankohem, por nuk është që ka luajtur rol të madh. Nuk ka luajtur. Jo. Po të kishe fituar, çfarë do kishte ndodhur? Ishin qel disa dyrë. Më shumë. Po, se hapi i parë është në Gjermani për të marrë titullin e Gjermanisë, tani je rrugën për të Evropës, tani për të botës. Okej. E ky kishen i hap një qëllim i mirë për mua, për karrierën time, për të ardhmen time, po Kushtrim, përderisa nuk përderisa ti e quan fitimtar veten, edhe publiku pas ka qenë edhe publiku gjerman apo vetëm publiku shqiptar? jo, ka qenë publik i tij gjerman, të përzime, Po, ama shqiptar. publiku në përgjithësi a ka qenë pro teje shumica apo vetëm publiku shqiptar ka qenë me ty se me ditë me dallu se ndoshta edhe publiku brazilian kanë qenë aty, kanë thonë që ka fitu ky për shembull. Me të vërtet po. Ideja është masa ka qenë për ty apo për Ja, për mu. për ty ka qenë mu. masa? Të më thonë, në atë moment ku më marrë vendimi përfitus, edhe ku ka ndodhur barazimi, ekzistojnë edhe video, ku krejt halla adin çuditet, vjen Okej. shok. Okej, interesant. Se qa që ku normal, A ke bo një kërkesë edhe i herë me kërku këtë person, mund të edhe i herë dy federatat tuaja, domethënë, po e kom kërku. Po se kanë pranuar. nuk kanë arë përgjigje pozitive. Pra e kanë refuzuar. Analu. Domethënë kretë salla e ka pa në atë moment që e kishe meritu ti Po. titullin. A ka një ekspertizë përmbi ata Edhe përmbi atë, ekspertat aty për shembull? edhe atë kemi provu, por nuk Nuk është, nuk, Nuk bën. mu ma mërmenden është. A nuk ka si mos me pas drejtësi bie kësaj Po. pune marrësh, Ta kanë vjedh titullin, Po. fundit, ta kanë vjedh Po. titullin. Mu ma mërmende se këtu ka luajtur rol pak edhe ma shumë me do sene tjera, ose nështë që nuk jam Gjerman, ndoshta edhe kjo. Po vaj sot Gjerman edhe e Po, aty ka luajtur rol edhe se u konë shtet vetin, do më thonë organizim të vetin, mu ma mërmende, nështë jam ka para gjykoj, por unë e kom pas këtë mendim, ose e kom malo dhe gjithë tu kom e pas se me të vërtet unë jam hinë rrezik. Do më thonë në organizim ty në jam shku, kom pranu mu ndesh me ta, Okej. unë 7-0, ai 7-0, cilët ta fiton, edhe kum bo ball edhe humbjen. Do më thonë, prej ati momenti ku e kum nënshkru kontratën, kum thonë, nëse është më i mirë, është okej. Tash, a kishe shku apet mundesh me dikon në qytetin e ati, në organizatën e ati, apo ki mësu prej qëti rastit edhe në të ardhmen ki më shku me një vend më neutral? Mu më mërmende në të ardhmen ku më shku me të vërtet me një vend ma neutral, se në këtë mbrëmje
ka qenë besa e ime e ekipit tam shumë, që çdo sa ka më shku fer, nuk shkoj, kështu që e kom vendos në të ardhmen këty në sena më javnu me andën më shumë. Ky tjetri bokser ashtu e vazhdu edhe ky karrierën e vet apo Kum ni disa fjalë që jo. e ka lanë? Kum ni. Sa është e sakt nuk e di, për veti muna me thonë sigur që unë nuk e nali, edhe dua t'ja vazhdoj edhe i herë më i fort që sa kam qenë atë natë. Do më vazhdu përsëri? Po. Ku i ke bo kërkesë tash apo nuk e din akoma? Tash ndeshjen e radhës e kam me 18 tetor. A 18 tetor? Po. I sekond, Të më vetëm thonë, pak. Mund Ta shoh pak herë se unë mujnë tjetër. Okej, jo, i sekond. Jo mujnë tjetër, po këtë muj e keti, sepse 18 tetor, po mas 2 jave. Mas 2 jave i bjen me dalë ndë. Ku e ke? Ti u themi shqiptarëve mu bashku? Në Austri, në Vjenë. Austri në Vjenë. Po. Mas 2 jave me datën 18 tetor, në Austri në Vjenë këna me shku bashk krejt, tek kushtrim Tahirukaj, Luani, Deçanit edhe me atë kime fitua jo, veç kalzam. Me ky smet. Se me na pru në Austri, e me hup, tani na him krejt bashke shkoqim aty. Unë jo mirë pres, ka me qenë një organizim e vërtet i bukur. A din adresën? Adresën sakt nuk e di më. Okej, për ata që janë të interesuar mund ta followni në qovë se s'është gruja gjeloza. Ja. A do me ta prune follow ajo që kam. Po. Follow në kushtrim Tahirukaj, po jo me shkruj gjona privat se e kanë të dy pasurdin, a ka dhe gruja pasurdin? Ja, se ka. A se ka, shkruni, mos tanin. Nëse janë një mëva. Okej. Kush ka me kon kundështari atje në Vjenë? Një kundërshtar i Gjorgjis, nga Gjorgjia ka prej ardhen, një kundërshtar me përvoj. Sa fitore, sa humbje ka? Duket i ka 30 ndeshje. 30 ndeshje? Po, nuk e di sakt. Edhe se unë ma shumë, ku të mepet e një kundërshtarit nuk shqyri sa fitore, unë e shqyri ma shumë, për shembull, hi me ekipin tam në YouTube, ose ku muna me gjithë ndeshjet e ti, dhe me këshyri taktiken e ti, që ajo më interesan. Ka sa gatë përgatitesh për një ndeshje? 2 deri në 3 muaj. Tash do më thënë jenë midis përgatitjeve në finale. Tash jam... Sa shpesh ki stërvitje? 6 deri 8 herë në javë. 6 deri 8 herë në javë. Duhet pa tjetër. Mbarët sa runda e ki meqin, ndeshjen, por 6 deri 8 herë në javë është. Plus ki, do më thënë, ki edhe jetë private, ki edhe pun tjetër, edhe 6 deri 8 stërvitje. Qysh mund është mi përbalu kretë këto? Me të vërtet është një sfidë, është një san që nuk mund me bu gjithkush, po kjo ta ep të më thonë edhe një jetë një qfar force, sanat mos mi kap fort me shtres, po me mujtë me bu si me plan. Kingu, i pyetje kam. E shof Rubinin mrapa, më ka cilë i palë Doreza herën e kalume, për kam i ka cilë nuk e di, kam harru. Erion? Ja, mi ka cilë për atë, ma thuj, emrin e djalit. Erion e ka? Erion Veseli. Erion Veseli. Erion Veseli. Po, ata e kemi... Ai, mi ka cilë i palë Doreza, Rubin, qof t'lidhur me Rubin, e ke diçka familja po? Po, na jemi familjar dhe më thonë Rubini është djali Halles. A, djali Halles? Po. Okej. Rubini është që të trajnon apo të stërvit apo si? Po, do më thonë na stërvitëm bashkë, trajnojmë bashkë. Okej. Shumë sanë që e përket për boks i ndojmë bashkë. A mo ti e doja, po? Po, unë jam doja. A bindet Rubini si kampion ndaj doja, se normal nipi kur fol doja nuk fol edhe pse kampion nipi. Ja, Rubini me të vërtet është shumë një mashkull për mu idol, kuptohet, po do më thonë qysh do të trenojmë, ai e ka do më thonë datën për shembull të caktuar edhe atë veç aty mundohet atë maksimumin me jap. Atë përgatit Robini ty tash për këtë ndeshje që kemi pas? Do më thonë stërvitjet i bon bashkë me Robinin. Do më thonë me Robinin e kemi këshyrë kundërshtarin, ja kemi këshyrë se ky kuptohet e ka përvojën edhe i herë ma ndryshe si une, ju i herë po 10 herë të ati, edhe do më thonë me një herë i din që kam vynë mu, gjatë përgatitjes me vepru që me më funksionu në atë natë. A shkon Robini arsye pse ke fillu me këtë sport? Po. Robini, ku kam qenë unë i ri, në ka jep shumë emocione familjarisht, edhe unë kam qenë shumë fëmijë aktiv gjithmonë. Edhe dikur më ka hi mendja për boks. Edhe deri me tani. A ki nërman me arrit ku ka arrit Robini në karrierën ti? Ajo është qëllimi, më besoj çdo shqiptari që janë nisë këtij sporti, domethënë që e merr për seriozisht. Robini me të vërtet ka arrit shumë
shumë titla të mëdhaj e ka arrit mojen. Shpresojmë edhe do luftojmë për me arritat. A e ka ndërprer Robini apo vazhdon? Jo, Robini nuk e ka ndërprej. Vazhdon. Besoj që do vjen në të ardhmen një lajm pozitiv, besoj. Okej. Robin, të ftojmë, ti jesh në Folship Show kur do që të kesh dëshirë dhe mundësi. Atë përkrajnë shqiptarët në karrierën tanë, për shembull ndeshjen që e ki pas në Ulm, nuk u kanë qytetin tanë, po a kanë vendosur marrë të shqiptarët atje? Unë me të vërtetë jam shumë falënderues ndaj shqiptarët. Ma kanë jepë një mbështetje. Shqiptarët zakonisht të mbështesin edhe janë tifoz shumë të flakt. Po unë në atë natë çdo shqiptar që ka qenë aty mu ka dukë si antar i familjes time, edhe me të vërtetë më ka mbështetur shumë që unë nuk e kam lidh veten që jam shku në qytet të atij, po sikur më në qytetin tam. Edhe shumë jam falënderues. Me çfarë këngë futesh zakonisht në ring Kushtrim? Se më duket më the që kënga ka dhanën pozitive dhe negative, apo jo? Po, mundona me këngë që nuk është që më prekin shumë emocionalisht. Për shembull, kjo kënga që këndum bashkë, ka dalë hasëm se këtu ka burra, hej! A i që fut me këtë këngë që kam? Mi u tërgu që ka burra këtu për shembull. Këtu janë këngë që i ngoj për shembull para ndeshjes në kabinë, po ku të ndalë me të vërtet mundona që këtu këngë t'i kom mrena në veten me prezentu në ring. Jo me hije me të më kapë emocionet se çdo gabim. A mendon për emocione të hynë në ringa? Jo, nuk është. A ki e kohë se interesant është, për çka mendon? Hajde du me të ditë rrugës, asaj hapësirës që shkon prej të përgatitja, dhoma pritjes, përgatitjes deri te ringu. Me atë muzikën, me atë shoqërimin e sigurimit edhe ashtu. Çfarë mendon më shumë e Kushtrimi? Ka lloj tipi, Kushtrimi mendon prej atij momenti që e kapi unë çonte në sabah. E bëj gati për më shku në kabinë. Po. Prej atij momenti unë thuaj aty foli me vetveten, e motivoj vetveten, edhe e mendoj veç fitoren, e mendoj non-stop se ç'është do të jetë, çka do të ndodhë në çat meç, unë du me dal fitues. Unë ku me dal fitues, edhe nuk ka tjetër. Edhe pik. Edhe do më thonë edhe gjatë ku t'hi në ring, Po. I shoh shikust, I ndjej çdo san atmosferën, po unë jo me të vërtet I fokusum veç në kundërshtar. Ai është fokus jam derisa të ja dal. Do të thonë muzikën e zgjedh pak si Pak ma chill, ma qef, ma në vullnet. se mund më kanë që të hup fokusi për Po, emocioneve po, për shembull. po. Si është boksi ose artet marciale, si është situata atje në Gjermani, se këtu në Zvicër unë kajherë kam qef me shku mi pa do meqe që janë do eventet në dhaj, Po. edhe gjysa e bokserëve janë shqiptarë. Po. Do më thonë këtu, në artet marciale, besoj që shqiptarët janë, më do këtë si numër nishi, gati, që është situata në Gjermani? Edhe në Gjermani ka boksera shqiptar, ka shumë boksera shqiptar, buen evente, me të vërtet shqiptar janë boksera të fortë. Edhe nuk është që dërzuan kollaj. Edhe e dojmë këtë sport, ndo këtë si komp, I dojmë artet E dojmë po si po, po edhe diqysh mu me duket që jemi le për diçka luftarak. Mu ma mërmendja, si fëmijë kemi pak gjakin, pak ma të vlum. Kushtrim na burrat e martum kollit na para gruz veç kur na bjen gripi. Atëherë bile dojmë të dorën të goja mos mu kollit më të madhe. E ti si kampion të gruaja kollitesh në herë, kollitet gruaja Ja, s'fol hiç. unë kollitna. Ti kollitesh të grua. Ka dalë hasë se këtu ka burra. Ohe. Interesant shumë. Shumë interesant. Ata ftojmë pak bashkëshortën ta pyesim a është e vërtetë që kollitesh ti apo jo? Mundi. Atëherë, realisht ne e kemi të ftuar edhe Bleona Tahir Rukaj, bashkëshortja e Kushtrimit, Bleona Tahir Rukaj, e cila janë njoftuar në fitness, janë njoftuar, aty të fitnessit u ushtru, janë njoftuar, janë feju, janë martu, kili mili, tash të shtëpia. Janë bashk, edhe janë dashurum maksimum. I shoh edhe në studio këtu, ajo nuk ja hek syt, do më thonë kur. Edhe ky asaj, edhe e shoh çfarë dashurie është mes tyre. Po tash në fitness janë njoftu, janë martu, kalojnë mirë, janë edhe tiktokera. I shoh në TikTok her pas here që dalin rregullisht në TikTok. Tash na burrat para kamerave thona që na kollitna.
po mas kamerave do na me ditë a është e vërtetë ajo. Du me ftu pak bashkëshortën tonë edhe pse është pa planifikim kjo pjesë. Me duar tërkitje ftojmë Bleona Tahirukaj. Leon, posh nonën na kallzot vërtetën, na kollitë është jo këtë shtëpia. Vërtetën, tash mos e ba se është boksier ky edhe kallzo drejt kush kollitet të shtëpia, bile tu kallzojmë gratë tona që tu të më kollitet edhe na burrat. Mos rrinë veç gratë tona kollitet. Burri. Kjo kollitet a? Ky kollitet a? Ti kur kollitet ky s'fol hiç? S'kam çfarë foli. S'ki çfarë Burri fol, A, gjigandje. Bukur, a ka mundësi me më tregu pak Bleona mirë se erdhe herë? Në si që të kemi në studio, ti punon në Gjermani, jeton në Gjermani, punon në bankë, më duket. Bravo. Ti përveç boksit e ke edhe një profesion tjetër që je teknik hidraulikut. Po. Pra, këtë dyja nuk lidhen bashkë, por ti e ke profesionin tënë që e manë vetën. Bleona, cilat janë emocionet tua, për shembull kur kushtrimi futet në ring? Ja po e shohim një foto aty, tu dasht me u pa kur shështu ju në gjesin fjallë, thojnë që ta dy pas kanë punë bashkë. Amo, çfarë janë emocionet tua? A i thunë e herë lere këtë sport, apo jo? Jo, nuk i tham. Apo i thua vazhdoje? Une për këtë sport nuk i përzina. Nuk i përzihesh. Une kom qef bilek që ka diçka për me që vjen prej pune, më ka mu, po ka edhe një farë hobi. I motiv për me ndjek edhe një po, tamam hobi. Qashtu. A dha më shumë ty apo këti kur e godet dikush në ring? Nuk i godet kërkush këti. I godet Ja. kërkush? Apo e kore, është shtirë. Tash, une nuk kom fort emocione desa të në kjo në ring. Tani, Tani të kapin emocionet. për herë. Kjo nuk më shenë me emocione, shqyr. Amo, është edhe fështirë për mu, ma shumë, une mundona më kun mu organizu shumë për to. Se kjo është qatë që i fokusu më boks edhe normal, ka që me fitu e krejt, po une, se bashkëshorti ati, kam qef, mos nuk shkon dhe shka si që është plani, me pasën e planin B. Cilja plani B për shembull? Jo në sene që mund për shembull, mos më shku që shto që duhet më shku, për shembull në Ulm, e kom marrë ja steken, jo këtë senet tona që konë së më konë ndjenja shpis, se na u duhet më shku në hotelet, një natë për paran, edhe kjo ka tash për shembull edhe problemi me gjumë. Okay. Se i kapin nështë edhe këti pak emocione. Po, edhe ke marrë, këtë që ke pas ndomë gjumit tonë, në ke që me flenit këmë do kësi aty flenit në shpit vetë, apo? Bravo. Okej. Bravo, mbështetje për krahas. Mbështetje e mirë, gjigant. Mbështetje e mirë është kjo, kushtet. Se kjo kish mujt qatë natë, për shembull, kjo ka ardhe vetë ka najtë me ty, se Po. kish mujt me ta prujt për me të tërvit para pakesh, po se ka bon këtë gjallë, më thonë, shumë bukur. Pse e donë ka shumë kushtrimin Bleona, apo me ditë, pse e donë ka shumë? Shumë e dëshru me dukesh. Qa ka të veçanë kushtrimi që këti e halakat me këtë për ta? Une zdjes që shme përshkru qëto, mu më doke që këtë si tipat njejta. Menimin e kina të njejt, stilin e kina të njejt, të ardhmen që kena qef më kun e ardhma jonë, është e njejt. Unë gjithmonë e kom pas qatë menimin, presja me vogri mami, babi, kështu më kanë rrit, që burre e ka fjallin e mram. Tash, normal edhe kjo më vetë do sene, edhe kjo më pëlqen. Ma këqyre dhe qefin mu, po në fundit... Vendos vetë. Ma këqyre qefin mu, po vendos vetë. Ja, po kjo ma edhe qefin te me këqyre. Po, nuk len kesh, do më thonë. Ideja është lindur në Gjermani, apo jo, rritur në Gjermani, tash një mosh mallore, edhe realisht jeta në Gjermani apo në Zvicër nuk është për me vendos veç burri. Kultura nuk e ka këte. Është ndryshe. As ligji nuk e ka këte. A pajtohesh ti? Po. Bra. Kudo është kë, edhe në kom qef më Do po. të thënë kretë tradicional. E tashi, më trego si një njoftu bashkë. A ki që ti me kalzon? Hare ja kushten më kalzon pak se veç prej si e martu, i e rahatuti, se për pora halit që mi e kom. Ja, gjithë djali Hajgore po se kujtë po e më Bleona tani ju fosë në qërë rrugës. Kujtë se është e vërtet. Ja, se është e vërtet. Na jemi njoftu, do më thonë, palestër
të Robin Krasniqit ku ushtrojmë Jeni njoftuar në palestër. në palestër. Po, tash a qëllimisht e ka bëu dikush për apo Ja ma vonë ka ardhur qëllimisht. Okej. Të më thonë, kjo ka pas një vlla, ka një vlla që edhe ajo kun shumë i fokusuar me boks. me boks? Dhe ajo kun i ri në atë, do më thonë nuk është lërë, po 18 vjeçar sa ka marrë patentin Okej. në kerit dhe prindet janë tut me leon vetën dhe i kanë thonë bleonës me Takserati jot. me shku me qu dhe unë ku kam ardhur me të vërtet në të kalumen gjithmonë unë Robini dhe vllai i Robinit në moshën mocanik jemi mundu sidomos femnat ose gratë me ave pat respektin me një vetën sikur me të vërtet si me një vlla, Po. do më thonë ju në seklet nesën. Këtu pa ka qenë ndryshe se i pata vrejt sjelljet e saj ndaj vllavit, tani edhe baba i Bleonës që llojke në treninge dhe janë isha men, do më thonë sjelljet tyne dhe aty hini në mendin të interesi për Bleonën dhe kështu Tani kur hyni interesi se ne detajista në shqiptarët, na dëshirë me ditë këtë ashtu gjona. Hini interesi në menje mas pari. po. Ka e qove pikën e parë, hapin e parë ka e nise. Hapi i parë është pak histori e gjatë, po hapi i parë ka qenë kështu. Vllavi i Robinit jam shumë i lidhur me ta, qëndrimin që e përshëndes shumë. Ai banon, është larguar nga Augsburgi, ai banon në München. Përparan ku ka banuar në Augsburg gjithmonë u kun në sallë, në palestër. Dhe na aty e kemi një bar ku mundesh me pi kafe, me pi lloj gjanash. Dhe unë e pata planifikuar me thirr qëndrimin edhe me thonë qëndrim hade një vajzë qështu o kam pëlqen, këshur pak keni muhabeti, çka është halli, a ka na i kënd, a nesan. Por me të vërtet, atin muna me të betu se unë e kum pas mendin, por nuk i kum thonë. Thësha të pres edhe pak, ta këshyri ta përcjell edhe pak, në atë javë ku unë e kam mendu këtë, ajo ardhë vetë, Kush ardh vet? qëndrimi. Po. Edhe unë ja kum nis treningit në palestër dhe ku po këshyri në të djathtë, aty ku është ai bari, i pava qëndrimin, tu bisedu me Bleonën. Dhe mu do ke diçka shumë e mirë se qëndrimi është i martume dhe unë e kuptona edhe me grutë qëndrimit shumë mirë, shumë shoqnor. Edhe gjithmonë ky ka qenë edhe qëllimi herë do kur do, edhe unë ku ta kam një gru. Biseda për jashtë Bleon ka qenë me qëndrimin për Jo. kushtrimin? Jo. Ka qenë një bisedë normale. O kum bizit normale si ky s'ka ditë që jam shqiptare në herë. Edhe ku ka nisë kom shku në Kosovë në qatë javë, këta ja ka nisë me më vetë, jo, a je shqiptare, jo, ko e tje, jo, që shtu që bon këto. Ty ja të ka pëlqy kur e ke pa për herë të parë apo jo? Apo s'ke pas? Jo. S'ka pëlqy? Jo, nuk është që s'm ka pëlqy, po unë jam shku në qatë palestër, ju më minim me gjitë na i kanë. Edhe unë e kom pas një shoqe me vete, aja ma bëjë që sa ishëm, që këtë jali. Për këta. Për këto. Shoqja. Tash mos e merr më me veti çat shoqë. Ja. Por e pja këndi ky asaj bane. Mos e merras në kafe, mos e merras në shtëpi, mos e merras kur mos gabo. Ja, është shumë e mirë. Po të Edhe kallëzoj shumë mos na gabo, don anë mirë. mirë, po mos gabo veç po të them. Tani, unë e nashta, unë e kom vrejt vetë për një mes, unë atëherë s'kom pas as Instagram, as kur gjo hiq. Po mami ka pas, edhe isha për mes mamit me lyp këto ka herë. Që? Që kësë si pëlqenke. Opa! Po në të vënu, tash me hik për kreje, Po. i thesha si vetit, si shoqe, si vllavit tem, sa i keqe, zoni keqe, të munu. Po mu më kam pëlqy këto sene. Në fakt. Në fakt. Edhe tani Ti e thej që të kundërtën, po jo, duke menduar ndryshe apo Po, jo? tani qëndrimi ja ka nisë me më thonë mua, une kom e të gjitë një burë. Edhe e di se u kom me 25 korrik, që kjo, bisid. Edhe tani, unë ja bëjsha për një mes, unë e kom dasht me studiu, edhe me këqyr punën temi, thesha edhe 5 vjetë nuk du në burë. Kë ma bëj ke... hajtë se, këtë jem vesh fjallë. Po tani unë jem shku në shpe edhe se kom menu fort, ta shkallë ti. Tani, E vendos direkt. Jo, kë ma bëj do ke. më thonë, gjatë bisedës kur ka pas Bleona me qëndrimin, ai non-stop më ka pas se kjo ja ka spjegu, e do më thonë tipin ideal për të. Me kon i gjatë, me kon kështu, me kon kështu. Edhe ai tu fol me të, tu me ndu mu, unë e tu ushtru në palestër. Do më thonë, kështu. Edhe
kjo ka shkuar me vllahun e vet në shtëpi, unë e kreva palesën dhe më tha, kushtrim du me folë diçka me ty, thash fol. Tha çështë çtu një vajzë, thash o qëndrim, thash a di sa jam ka pëlqyer, unë e ty për me bisedu, edhe jemi shku me hongër mas treningut. Dark dhe aty e kemi munduar me gjithë spari vllavën e saj. Si e ka emrin, në followersat e ti a Me gjendet kjo, Në po Instagram. nuk, Ka mundësi të ishe në s'ke Instagram. pas Instagram. Nuk s'kam pas fort qef në Instagram, kur s'jam A si rrjetë sociale apo vetëm Jo, Instagram? TikTokin e kam pas, po nuk e kam pas kështu adim Në emër për... Jo, e kam pas në emër tem, po jo tash me qitë Si video... privat. Si Ah, privat okay, i qesh. okay. I kam pas Masiv në 2-3 vogël. video, po jo tash me shoqe i kam pas. Atëherë, për sa kohë unë njoftu dhe martut? Për 5 muaj. Për 5 muaj njoftu dhe një martut? Jemi feju. Jemi fiju. Jeni Për feju? 5 muaj jemi feju. Po, Për 5 muaj jeni feju? po. Ajo video është fejesa apo martesa? Fejesa. Martesin se keni bo akoma? E kemi bua dhe martesën. E keni bua dhe martesën? Pas. Okej, bravo qoftë. Hadi inshallah vetëm jetë lumtur. Shumë interesant. E tash për TikTok, cilin shkaktari kryesor që e keni fut njëri tjetrin me bo video kështu? Ti apo ky? Me të vërtetë me të tregu, me TikTok nuk e kemi pas ndërmend mu mirë. Por në fejes, ja nisën, do më thonë, video tona gjatë asaj natë mu postu, edhe të marrë klikime shumë të ndoja dhe tani e bëm sa i postojnë tjertë, pëse s'po i postojmë na vetë. Po, Dhe absolutisht. tani Bleona e ka bu një kontonin dhe i ka postu. Si e keni accountin për t'ju bë follow njerëzit? Bleona.kushtrim. Bleona pik kushtrim. Bukur. A është kjo plani B, nashta në të ardhmen me pas si profesion, më kon influencer? Është më shumë se hobi. Tash, momentin, normal, për tash. mu më pëlqen, dyqysh se mi motivu edhe tjerë se ka dash një hala në Kosovë. Në një qëllimi jam gjithmonë në bisedë me Bleonën ka qenë kur gju mos me bu fake. Po. Ky është qëllimi i parë, do të thonë jo vish në kamerë edhe mas kamerë mos me bisedu. Do të thonë, nëse e ndjejmë në atë moment, jemi në pushim, e ndjejmë, jemi mirë, çdo sa nuk ka shkuar mirë, e bëjmë një video në rregull është. Po jo ekstra për njerëz. Do të thonë çdo sa origjinal me qenë. Bleona të ndihmon kushtrimin në punë shtëpisë? Nimon. Çat ndihmon? Jo, mu për një mem nimon gjithka. Veç qanë nuk kom qef, më m'hin kuzhinë. Buken shumë kom qef, po edhe kë... Edhe unë pajtona. A dini Po jo, ty të pas ka pështu zoti, jo më pajtu. Rregullar. Ti kush në rregull Ma ti ka. kanë dalu kuzhinë mos me i, Po. e kum në shkrufill. Të pegloti ato këto të tjerat? E me peglote jone, po kështu me fshi, mu kon fshisa, mu kon se vjen me safirim nimon. Me fshin, kushtrim po. Ah, Ja ke marrë vona. A mo tash edhe jo për ditë, jo. Veç Ja, mu beni. kon që vjen me safire edhe duhet mi kry shpejt në nimon. Se Okej. kështu... S'ka nevojë. Okej, bukur shumë. Te isha Kushtrim. bëla. Inshallah di me lexu. veç fal. I ke disa pyetje. Në ring je i pamëshirshëm për kundërshtarin. Po në qoftë se Bleona thot dele hupe bërlogun, ç'a e thu? Po, dal edhe hupi. Dele hu bërlogun. Bukur shumë. A është më vështirë një kundërshtar profesionist apo më vështirë të ngrihesh në mëngjes nga gjumi? Sepse gjumin e don shumë më duket, apo jo? Po, Se cili e don atë gjumin? ma vështirë është të zgjohem në mëngjes. Ma vështirë më zhurë mëngjes. Bukur shumë. Atë ka vën knockout më të fort një kundërshtar apo fatura e një dënimi që e ke marrë një herë nga policia? Faktura një dënimi. Sa e ke marrë gjigant? Më varet tash, e kom pa marrë 500 euro. 500 euro një dënim? Po, amo, unë kam, prej Augsburgu kam shkuar për të qetë flokët, dhe shkova aty dhe u ktheva me 550 euro dënim. Do më thonë 500 euro dënimi plus 50 euro që Pse e ke marrë dënimin, a dush? e kam parkuar keq. E ke parkuar. 500 veturën, euro po. kushton me parku keq aty. Më varet prej vendi, a më nëmin hen, sa më e di 400 e diçka euro, po më duf këto një edhe me taksi, me shku aty, ku e kanë qu kjerin,
krejt më bu Do më diçka thonë 500 euro frizur. Ki pa 550. A ke më shumë frikë nga arbitri, apo ke më shumë frikë nga vjerra jote kur flet? Ja, s'kam frikë. Ndaj kërkuj. Vjerës nuk i ke frikë pak? Ja, vjera Okej, shumë okej. shumë grua e mirë, omël. Okej. Okej, a e përdor dorezat e boksit për të hapur çepenin e makinës kur ngec? Ja, jo. Pyetje pa lidhje që ka kjo. Nëse gruaja të pyet a më do? A përgjigjesh po apo jep një përqafim? Në qoftë se thot Bleona a më don, realisht ta ka bo këtë pyetje, besoj ai thu po dua apo nuk ja thu me fjalë, po ja thu me Unë Gjesta, po, me përqafim, apo? ma shumë ja tregoj, domethënë me vepra. me vepra. Që edhe kjo besoj e vren, Okej. e ndje. Çfarë është më vështirë për ty? Të mbash dietë apo të mbash premtimin që kjo është gota e fundit që do pi? Fjala për alkool. Unë Altin nuk kam pirë kur alkoolin. Kur? Domethënë kur se kam përdorur. Kështu që Do më thonë asë një gotë me provu. kur Interesant, bravo. kur se kam përdorur alkoolin. Nëse dikush kushtrimin e provokon në rrugë. Pra, ke provokimin ndoshta në rrugë prej dikuj. A jep direkt përgjigje dhe goditje apo i thu hajde gjigant në ring, të paktën ta bëjmë me bileta? Të fitojmë ne parë. Fitojmë mos e kena plan më urrë biletrën me bileta. Kjo Mos kesh, o është kameraman. kjo është shumë një pyetje me vend, që jam shefet edhe mas boksi, domethënë nuk është vetëm me boksu, po boksi ka lloj karakteri që duhesh me pas, mu përshtat domethënë edhe në këtë rast tut me ditë më gjin, jo me eksplodu fill, se edhe nuk ja vlen gjithku me eksplodu se mund ta humbësh edhe veten. Ka shumë njerëz që të provokojnë, më ka ndodhur shpesh që as nuk ja u jap ndjenin që jam bokser. Okej. Po, do më thonë me fjalë, me shike, me reagim, çdo sa në shku në rregull. Pra do të thonë forca më madhe është logjika apo jo? Shumë. Bravo. Kush është nokauti yt më i fortë? Një grësht në ring apo dashuria jote e parë? Një grusht. Okej. A e ke përdorur ndonjëherë mbrojtësin e dhëmbëve si ashkull për farë lule dielli pa lidhje me këtë pyetje? A të ka ndodhur ndonjëherë të marrësh më shumë duartrokitje kur humb se sa kur fiton? Po se ke përjetuar Unë humbin. se kam përjetuar, por Atëherë që ke një herë po, për shembull, a ka ndodhur ndonjëherë me pas duartrokitje edhe kur humb njeriu apo vetëm kur fiton? Se realisht të në shqiptarët po nuk fitove sa rase me gjigant jetu pas kërkuja. E ke pa futbollin ku lujmë në herë, futbollin që humin, krejt ja ushajmë në anën gjinohave. Shumë keq pasha zotin, o dhonë. Mënë se mi mbështet, mi u dhonë kuraja për me vazhdu, ne hajde, strem. Jena interesant si popull, gjigant. A të ka ndodhur ndonjëherë të bësh të jap nuk ka. Nëse boksin ndonë çfarë do merresh po. Në qoftë se do ndaloje boksin me çfarë do merresh si boksia. Përveç boksit. Si profesion do më thonë zanatin tim që e kam kryer, e kam qëllim me bo majsterin dhe shpresoj nëse nuk funksionon me boks, me qel firmë timen. Me qel firmë tonë dhe të hidraulikut. Pra je duke studiuar për hidraulik për qelur firmën tonë në Gjermani. Po. E ke bërë këtë profesion edhe në Kosovë apo ja ke nisur në Gjermani? Jo, këtu ja kam ardhur i ri në Gjermani. Pse ke zgjedhur hidraulikun? Ka pas anëtar të familjes, unë gjithmonë kam bërë pyetjen du me zgjedh diçka që gjithmonë ki nevojë për ta. Gjithmonë. Do të thonë më marr mend se gjithmonë kemi nevojë për ujë, për banjë, për sana dhe për ashtu për atë arsye kam zgjedhur. Arsye. Bravo. Bukur shumë. Marrësh? A keni këshill ose mesazh për të rit që dojnë me njeh këtë drejtimin e njëjtë si ti në sport? Kur mos më dorëzu. Kur mos më dorëzu. Bleona, keni këshill për vajzat që dojnë me gjeti burr kështu numër 2 për 5 muaj? Shkoni palestër. Me një bokser, Në përgjithësi, veç kallëzojmë me kriteret, vajzave tregojë cilat janë kriteret e një mashkulli që më martu për 5 muaj mos më mendu hiç.
ose tiparet e një mashkullit, jo kriteret, tiparet e një mashkullit, cila duhet me i pas një mashkull, që me besu vajza që po, ky bëj ka për burr. Se realisht është rrezik për 5 muaj më martu me diko. Qashtu është. A është rrezik apo jo? Po, Se qashtu nuk e është. din mirë, nuk e njeh mirë, po fati jot ka qellu djali mirë, edhe Deçanali dhe Tahirukaj edhe a ke parasysh. E ky nervat i shtrujt e boksi, jo të shtëpia, prap fati jot ka qenë ky. Kur ka qëllime në jetë, që kjo është shumë me rëndësi, edhe kur të respekton, kur ta kallzon dashnin, jo veç me fjalë, po me veprime, edhe kur ta nin zemra. Ajo ko është një rol shumë i madh, kur ta nin zemra, kur ta zemra bone. Bravo. A ja prish një herë? Nëse ka kërkesa? Jo, për një mes, nuk ja prishim në kur. A ta prish kjo një herë ty, bro? Ma din muna me thonë vëlla me të vërtet, Fat edhe për ty. shumë është fat se vish edhe një san që nëse bën me spek, Patjetër që po. që kemi ku, por nuk është lehtë me konë me një sportist, po sidomos me një bokser bashk, se unë mas meqit mrami kom kërku dhe fale se jeni çfarë, do më thonë ti e me nënë vit qatë natë, non-stop, ka herë i haran gjëra tjera, familjare, grun, edhe kjo shumë respekt edhe për gruan time se mbështet gjithmonë si me boks, si me çdo san, mundohet me funksionu në qatë natë. Bravo qoftë. Jashtë ta boks që e përket. Bravo, shumë bukur. Bravo qoftë. Respekt edhe për ty. A guxon me dalë në diskotekë sonte vetëm pa grun? Kysmet. Kysmet? Guxon apo? A më jenë Nuk e mshirë nal. sonte. Nëse e ka një shoqë që thotë du me dalë me shoqë me hangër darka, a lejon? Shoqe? Shoqë. Ky s'ka shoqe. Po nëse i deli shoqë blona, i sekond, është njëri është ky. Ja, kur të është edhe një femen merr edhe mu me veti. Okej. A më kur dëmë veç burra, A gjithmonë e bën apo ndonjëherë? me dal në diskoteka? Po për shembull. Nuk del shpesh, po nëse del. Okej, bravo. Po bëj shaka, po realisht bravo qoftë, inshallah keni jetë lumtur edhe vazhdoni. Faleminderit shumë. Amin. Sa fëmijë keni po planin? Sot na e zoti. A keni menduar një herë? Unë kjo e kam mendimin pak duke më ndryshë, unë kam 3-4 gjithçysh. Këta një dy dojnë ta këtu që 2-3. He? 2-3. Okej. Ari inshallah vetëm Inshallah, veshëm fal shpëtash. Zoti. Faleminderit. Shumë respekt, shumë faleminderit, shumë suksese me datën 18 tetor do jemi në Austri në Vjen për të mbështetur gjithë aty, edhe i ftoj gjithë shqiptarët e Austrisë, Gjermanisë edhe të Zvicrës, jemi shumë afër, mujna me shku dhe për qefi trip deri në Vjen edhe mbështesim kushtrimin, bashkë me Bleonën natyrisht që po. Ju falenderoj që ishit në Full Ship Show. Faleminderit. Shumë për juve, faleminderit. Shumë suksese. respekt. Ju përcjellim me duar trokitje, unë big up on Jonas. Deri javën tjetër nga unë, nga Marashi, Gastafi Full Ship Show, duke falenderuar Renatën, kushtrimin dhe Bleonën që ishin pjesë e Full Ship Show dhe Simonin patjetër. Kështu që deri javën tjetër nga unë. Natën e mirë.